në çdo vit, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike, 31 tetori është afati fundit për të miratuar ligjin në qeveri. Nuk jam i sigurt se kjo ka ndodhur në kaluarën, mirë po kjo është e sigurt që ka ndodhur gjithmonë me neve. Çdo buxhet prej vitit 2021 për 2022 e kështu me radhë, kësaj radhe 2025 për 2026, ne e bëjmë në muajin tetor. Nga një herë është 30 tetori, nga një herë është 31 tetori, nga një herë është 9 ditë më herët, por nuk e bëjmë në shtator. Kjo bëhet në javën e fundit të tetorit. Dhe në këtë rast e kemi bërë me 31 tetor. Nesër fillon muaji para fundit të vitit. Prandaj kjo nuk është ndonjë risi, pse po e bëjmë miratimin në mbledhjet e qeverisë, propozim buxhetit për vitin 2026 në ditën e fundit të tetorit, sepse ligji për menaxhimin e financave publike kërkon një gjë të tillë. Sa i përket konsenzusit, unë i thras logjikës dhe racionalitetit. Pra konsenzusi nënkupton logjik ku vlejnë aspektet universale të menduarit dhe në anën tjetër racionalitetit, ku ne bashkërisht shpresoj që do të mund të kemi një situatë ku në Kuvendin e Republikës, me qenë se kemi kuvend të konstituar, ky buxhet i rritur dhe i mirë do të kaloj në legjislaturën e 9, e cila tash e ka dhe shtëpinë e vet, Kuvendin e Republikës. Prandaj nuk kam armë tjetër për të arritur konsenzus përveç së logjikës dhe racionalitetit. Ndërkaq, pse nuk kemi pritur që këtë ta bëjmë më vonë, nëse 200.000 pensionist, nëse 150.000 punëtorë që preken dhe pritet të ndikohen nga rritja e pagës minimale, nëse 400.000 fëmijë do të ishin dakord që ne këtë ta shtyjmë për më vonë, edhe unë do të isha dakord. Po jam i bindur që ata presin që prej momentit kur ka fol kryeministri, është rëndësishme që një ditë më parë të kalohet në realizimin e atyre. E kemi lexuar dhe rilexuar ligjin dhe kemi ardhur në përfundim që mund ta bëjmë. Rrjedhimisht nuk kemi pse e shtyjmë. A do të ishte më mirë si një qeveri me mandat fuqiplot 4 vjeçar në vijim? Sigurisht do të ishte mirë. Por unë besoj që më mirë kështu, edhe që vazhdojmë të jemi në qeverinë detyrë, e që i morëm këto vendime të mira, sesa të themi që të presim për qeverinë e re, e cila nuk e di më është si vjeta vitin arshëm, dhe vetëm atëherë do të mund t'i gëzoni këto që i premtoi kryeministri. Pra me qenë se është e mundur të bëhen gjëra të mira, duhet t'i bëjmë ato gjëra të mira. Pra, kur i realizojmë premtimet para kohe, unë nuk besoj që duhet të ketë ankesa. Nëse nuk mbahen premtimet, atëherë duhet të ketë ankesa. Po u realizuan ato para kohe, përbes është mirë që të gëzohemi të gjithë bashkërisht. Takimin që do ta kemi në zyrën e presidentes, aty besoj që do të diskutohet tema për cilën jemi ftuar, e kjo është hapat e më tutjetshëm, me qenë se në tentimin e parë nuk u arrit formimi i qeverisë së re. Dhe unë dua të shkoj me konstruktivitet dhe optimizëm aty. Nuk kam arritur ta ndjek nga afër mbledhjen e djeshme të kryesisë së Kuvendit, por mua më vjen mirë që deputetët e Republikës Kosovës, të legjislaturës së 9, tashmë kanë shtëpitë e tyre. Veç se kjo shtëpi duhet të funksionoj. Nuk mjafton ta kesh, duhet edhe të funksionoj, të operacionalizohet. Funksionimi i Kuvendit nënkupton formimin e komisioneve parlamentare. Unë nuk e kuptoj pse si formojnë komisionet parlamentare. Por edhe njëherë po them, nuk kam argumente të tjera bindëse që janë jashtë logjikës ose racionalitetit. Siç po besoj e dini, një ndryshim ndër tjera që kemi bërë sa u përket pensioneve ka qenë që edhe data e pagesës së pensioneve të bëhet në mes të muajit, pra në datën 15, kësaj që familjat ketë likuiditet të vazhdueshëm, pra se çdo kush mund të ketë fëmijë, pensionist të punësuar brenda familjes dhe përveç se pagat merren në fund muajit, në mes të muajit pastaj vjen edhe pensioni, shtohet si likuiditet. Pra, pensionet merren me datën 15 nëntor apo cila do datë punës
që i bie ditë e punës dhe kësaj pra zbatimi do të fillojë nga muaji nëntor.